Mjeku zbulon sekretin që shëron artritin përgjithmonë, ja receta. Dhimbjet në eshtra janë dhimbje më të shpeshta tek personat e moshuar. Më së shpeshti ato shfaqen tek femrat pasi më shpesh gjatë jetës i ekspozohen ujit të ftohtë. Tani ne do t'ju prezantojmë me një ilaç tërësisht natyral që shërben për shërimin e nyjeve me dhimbje dhe të eshtrave si edhe dhimbjeve të kockave. Përbërësit që juve do t'ju duhen për përgatitjen e kësaj recete janë 2 lugë gelatin, lëngun e një portokalli, pak kanell dhe 2 lugë mjalt. Maskën e përzieni mirë dhe e lini të qëndrojë për 2 orë. Pastaj masën në shtresa të holla e aplikoni në hapësirat ku ju ndjeni dhimbje dhe rezultati do të jetë vërtet befasues brenda pak kohëve.